Teksa protesta qytetare hyn në ditën e saj të 9 dhe debati publik në vend vazhdon të dominohet nga zhvillimet në shesh, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të përfshihet në një përplasje publike me Iranin, pas deklaratave ironike që erdhën nga Teherani. Reagimi i Ramës vjen pasi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Bagei hodhi poshtë akuzat e tij për përhapje dezinformimi dhe ironizoi duke thënë se edhe ndoshta dhe flamingot ishin agent të sigurisë iraniane. Në përgjigjen e tij Rama ju drejtua autoriteteve iraniane me tone të ashpra. O vërtet, pra tani papritur ju interesojnë shqiptarët, të njëjtët shqiptar, institucionet, shërbimet publike dhe infrastrukturat digjitale, e të cilëve u vunë në shënjestër në një fushat kibernetike që synonte të paralizonte një vend të tërë, dhe për të cilën hetimet ndërkombëtare kanë gjurmuar aktorë të lidhur dhe të mbështetur nga regjimi juaj. Ne i njohim shumë mirë ato gjurmë, ne i njohim metodat, ne i njohim kërcënimet, shkruan Rama. Kryeministri argumenton se konflikti mes Shqipërisë dhe regjimit iranian nuk lidhet me çështje gjeopolitike apo me Izraelin, por me qëndrimin e Shqipërisë ndaj opozitarëve iranian. Ju nuk mund ta falni Shqipërinë që u ka dhënë strep burrave dhe grave iraniane, të cilat ju jeni përpjekur t'i heshni përmes intimidimit, burkosjes dhe vdekjes, thjesht sepse guxojnë të mendojnë ndryshe, të flasin ndryshe ose të ndërrojnë ndryshe. Por ne jemi shqiptar, ne nuk i braktisim njerëzit që trogasin në derën tonë, duke kërkuar mbrojtje nga shtypja, vion ai. Rama përmendi gjithashtu sulmet kibernetike të viteve të fundit ndaj institucioneve shqiptare, duke pretenduar se Shqipëria ka ndërtuar tashmë një sistem mbrojtjeje që i ka bërë të pafrytshme sulmet e mëtejshme. Pas sulmit tuaj të madh, ne ndërtuam një mburojë kibernetike rezistence dhe të teknologjisë së lartë, që e ka bërë Shqipërinë shumë më të fortë dhe shumë më të përgatitur për të përballur me sulmet tuaja të dëshpëruara kibernetike, të cilat vazhdojnë pa sukses, shkruan kryeministri. Në fund të reagimit Rama u ndal edhe tek situata e brendshme në Iran dhe të drejtat e qytetarëve iranian. Populli iranian meriton liri, ai meriton dinjitet, ai meriton të drejtën të flasë pa frikë, dhe Shqipëria nuk do të kërkojë kurrë falje, nuk do të tërhiqet kurrë dhe nuk do të intimidohet kurrë për qëndrimin në anën e këtyre vlerave, deklaron ai. Përplasja mes Tiranës dhe Teheranit vjen në një moment kur vëmendja e opinionit publik është përqendruar tek protesta qytetare dhe zhvillimet politike të ditëve të fundit, ndërsa qeveria këmbgul se pas një pjese të narrativave që qarkullojnë në rrjetet sociale që ndrojnë aktorë të huaj, protestuesit argumentojnë se as revolta nuk ka nevojë për shtysa nga jashtë, pasi buron nga pakënaqësia akumuluar prej vitesh ndaj korrupsionit, qeverisjes dhe klasës politike në tërësi. Zvërneci mund të ketë qenë shkëndija që ndezi reagimin, por fakti që protesta ka hyrë në ditën e 9 me pjesëmarrje të lartë tregon se zemërimi i qytetarëve shkon përtej një projekti të vetëm dhe lidhet me një pakënaqësi shumë më të gjerë ndaj sistemit politik shqiptar.